Mercedes-Benz 190 ose W201 është një veturë e veçantë dhe kompakte e prodhuar nga prodhuesi gjerman Mercedes-Benz nga viti 1982 deri në vitin 1993. Kjo veturë është modeli më i vogël në gamën Mercedes-Benz gjatë periudhës së prodhimit të saj. Mercedes-Benz 190 ishte në dispozicion si sedan dhe veturë familjare. Një nga aspektet e dallueshme të Mercedes-Benz 190 ishte inxhinieria, që përfshinte shumë karakteristika të gjetura në modele më të mëdha të Mercedes-Benz, siç ishin suspansioni i pasëm me shumë lidhje dhe frenat kundër bllokimit. Vetura gjithashtu përmbante disa inovacione në siguri për kohën e saj. Kjo veturë ofrohej me një gamë motorësh benzin dhe dizel, duke përfshirë opsione me 4 cilindra dhe 6 cilindra, me fuqi të ndryshme në varësi të vitit të modelit dhe tregut. Vetura fitoi popularitet për cilësinë e ndërtimit të saj, qëndrueshmërinë e komfortin dhe karakteristikat e mira të drejtimit. Modelet 190E 2.316 dhe 2.516 janë veçanërisht të vlefshme, duke përfshirë motor me performancë të lartë të zhvilluar në bashkëpunim me Cosworth. Në përgjithësi, Mercedes-Benz 190 luajti një rol të rëndësishëm në reputacionin e kësaj marke, duke e bërë të njohur për cilësi dhe inxhinieri të veçantë. Këto veçori ende vlerësohen shumë nga komuniteti i të pasionuarve pas kësaj marke, të cilët vlerësojnë dhe i mbajnë këto vetura në kujtesën e tyre për kontributin dhe historinë e automobilizmit.